Nëse kjo video të doli para syve, pikërisht tani mos e kalo me njëherë. Ndoshta është pikërisht kujtesa që të duhet në këtë moment. Sepse ndonjëherë Allahu të kujton përmes një fjale, një ajeti, një njeriu apo një momenti që të zgjon zemrën. Dhe ndoshta këto janë fjalët që duhet t'i dëgjosh sot. Mendja jote mund të të bindë për një mëkat në vetëm pak sekonda. Trupi yt mund të të kërkoj atë me njëherë dhe shejtani do të bëjë gjithçka që të mos mendosh për pasojën. Shejtani nuk ka nevojë të të bëjë të uresh Allahun. Mjafton të të bëjë të duash mëkatin më shumë se sa ke frikë nga pasojat e tij. Ai e di dobësinë tënde. Ai e di se çfarë të tërheq. E di se çfarë të zgjon epshin, e di çfarë të bën të harrosh namazin, e di çfarë të bën të thuash vetëm edhe një herë. Dhe këtu fillon lufta, sepse mendja fillon të justifikojë atë që trupi dhe nefsi dëshirojnë. Ti mund të thuash nuk është aq keq, të gjithë e bëjnë, do të pendohem më vonë, do të falem më vonë, Allahu është falësi dhe mëshiruesi. Dhe pa e kuptuar, mëkati që gjithë të duket i rëndë, sot të duket normal. Po dëgjo mirë, jo çdo mendim që të vjen në kokë meriton të ndiqet. Jo çdo dëshirë që ndjen në trup meriton të plotësohet. Dhe jo çdo kënaqësi që të premton kjo botë ja vlen çmimin që mund të paguash në ahiret. Sepse trupi yt është i përkohshëm, ndërsa shpirti yt është i përhershëm. Trupi yt nuk mendon për përjetësinë, nuk mendon për varrin, nuk mendon për ditën e gjykimit, nuk mendon për xhenetin apo xhenemin. Pse? Sepse trupi yt është i kësaj bote, dhe ky trup do të vdesë dhe do të kthehet në dhe. Por shpirti yt do të vazhdoj, dhe pikërisht për këtë arsye trupi yt kërkon të marrë prej kësaj bote sa më shumë kënaqësi që mundet tani. Ai dëshiron kënaqësinë e menjëhershme, dëshiron epshin, dëshiron haramin, alkoholin, të shikoj atë që Allahu e ka ndaluar, të flej kur duhet të falet, të haj kur duhet të agjeroj, dëshiron të bëj atë që i pëlqen edhe kur e di se Allahu nuk është i kënaqur me të, sepse trupi yt nuk mendon çfarë do të ndodh me mua pas vdekjes. Ai mendon më jep tani. Dhe kjo është sprova, a do t'i besosh nefsit dhe trupit tënd dhe do t'ja plotësosh dëshirën, apo do të dëgjosh shpirtin tënd dhe do të ushqesh shpirtin tënd. Kjo është arsyeja pse tundimi duket kaq urgjent, të duket sikur duhet ta bësh tani, të duket sikur nuk mund të presësh, të duket sikur nëse nuk e bën tani, ti po humbet diçka. Po dëgjoje këtë mirë, ti nuk je krijuar për të bindur çdo dëshire që lind brenda teje. Allahu thot sa për ata që ju friksuan daljes para Zotit vet dhe ndaloi veten nga dëshirat e këqija, me të vërtet xheneti do të jetë vendbanimi i tij. Te sura En-Nazal 79-40-41. Pra, jo çdo gjë që dëshiron trupi yt duhet t'ja japësh, sepse jo çdo dëshirë është e mirë për ty. Disa dëshira janë një sprov, disa kënaqësi janë një kurth, disa gjëra që të duken të ëmbla për disa minuta mund të rëndojnë zemrën për përjetësi. Dhe ndonjëherë një kënaqësi prej disa minutash mund të bëhet shkak për pendim në një botë ku nuk ka më mundësi të kthehesh. Allahu thot jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se kënaqësi mashtruese, te Ali Imran 3:185. Prandaj mos u habit kur trupi yt të tërheq drejt asaj që është ndaluar. Mos u habit kur mëkati të duket tërheqës. Mos u habit kur dëshira të bërtas. Bëje tani. Sepse kjo është sprova, këta janë përshpëritjet e shejtanit dhe kjo është detyra e tij. Por ti ke diçka më të madhe se dëshira e momentit, ke shpirtin. Dhe shpirti yt e di se kjo botë nuk është fundi. Shpirti yt e di se do të ketë një ditë kur do të qëndrosh para Allahut. Shpirti yt e di se çdo shikim, çdo fjalë, çdo veprim dhe çdo zgjedhje ka peshë. Allahu thot çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Ali Imran 3:185. Një ditë trupi yt nuk do të mund të bëj më asgjë. Nuk do të mund të ndjek më epshin, nuk do të mund të kërkoj më kënaqësi, nuk do të mund të kthehet te mëkati. Dhe do të mbetet vetëm ajo që ke përgatitur. Prandaj pyete veten, çfarë po ushqej çdo ditë? Nëse gjithë ditën ushqen trupin me epsh, me haram, me shikime të ndaluara, me kënaqësi të shpejta,
Dhe gjëra që të largojnë zemrën nga Allahu, mos u habit kur mëkati të bëhet gjithnjë e më normal. Por nëse ushqen shpirtin me Kuran, namaz, dhikër, agjerim, sadaka, dije dhe shoqëri të mirë, atëherë zemra fillon të ndryshojë. Allahu thot, o besimtar, përmendni Allahun shumë, te sura El-Ahzab 33:41. Dhe me të vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Erat 13:28. Prandaj kujto se çdo ditë po ushqen diçka. Çdo ditë po forcon diçka. Çdo ditë bëhesh më i fortë, ose në bindje ndaj dëshirave të trupit, ose në kontrollin e tyre. Nëse vazhdimisht i thua trupit po, ai do të kërkojë edhe më shumë. Por nëse fillon t'i thuash jo, për hir të Allahut, do të fillosh të kuptosh se nuk je rob i dëshirave të tua, je rob i Allahut. Prandaj herën tjetër kur trupi yt të bërtas ma jep këtë tani, këtë dëshirë, këtë kënaqësi të përkohshme, thuaj jo. Kur të thot vetëm një herë, thuaj jo. Kur të thot askush nuk po na sheh, kujtoje që Allahu po më sheh. Kur të thot hajt se do të pendohesh më vonë dhe Allahu do të fal, thuaj po sikur të mos ketë më vonë. Sepse vdekja nuk të lajmëron dhe varri nuk pret derisa të jesh gati. Allahu thot, o besimtar, kini frikë Allahun dhe çdo njeri le të shikoj se çfarë ka përgatitur për të nesëmëren. Te sura El-Hashr 59:18. Prandaj, mos pyet vetëm çfarë dua tani, pyet çfarë do të më duhet atëherë. Mos pyet vetëm a më bën të ndihem mirë kjo gjë, pyet a është Allahu i kënaqur me këtë gjë. Sepse kjo botë është e përkohshme, është e shkurtër, kënaqësia është e shkurtër, rinia është e shkurtër, bukuria është e shkurtër, pasuria është e shkurtër, por ahireti është i përhershëm. Allahu thot, jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se lojë dhe argëtim, ndërsa bota e ahiretit është më e mirë për ata që ruhen. Te surja El-Enam 6:32. Prandaj, kur trupi të kërkon atë që Allahu e ka ndaluar, mos e dëgjo. Jo sepse trupi është armiku yt, por sepse dëshira e pakontrolluar mund të bëhet armiku yt. Sepse siç thash, trupi është i përkohshëm dhe nuk është i vetëdijshëm për ahiretin. Ti duhet ta drejtosh trupin, jo trupi të drejtoj ty. Ti duhet ta kontrollosh dëshirën, jo dëshira të kontrolloj ty. Ti duhet ta kontrollosh mendjen, jo mendja të kontrolloj ty. Dhe nëse ke rënë më parë, mos mendo se gjithçka ka përfunduar. Kthehu te Allahu, pendohu, fale namazin, lëri mëkatet, largoja atë që të ndalon nga rruga e drejtë. Dhe nëse bie përsëri, ngrihu përsëri, por mos përsërit të njëjtat mëkate, sepse Allahu nuk të kërkon të jesh i pagabueshëm, i përsosur, ai kërkon që të kthehesh tek ai me sinqeritet. Ai thot, mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut, vërtet Allahu i fal të gjithë mëkatet. Te Ez-Zumer 39:53. Allahu me të vërtet është i mëshirshëm dhe i fal mëkatet, por jo nëse ti kërkon falje, pendohesh e të nesëmrit vazhdon përsërit të njëjtat mëkate. Prandaj sot kur të jesh vetëm, kur të vijë ai tundimi, ai tapëshpëritjet e shejtanit, kur askush të mos jetë duke të parë, kujtoje këtë, trupi yt do të vdes, kënaqësia do të mbaroj, mëkati do të mbetet pas, por ajo që ke bërë për Allahun do të pres. Prandaj kur trupi të thot më jep tani, thuaj jo. Ti je i kësaj bote, ti je i përkohshëm, unë po përgatitem për ahiretin. Kur të ndihesh sikur po humbet diçka duke mos e bërë atë mëkat, kujtoj se asgjë që le për hir të Allahut nuk është humbje, sepse një ditë do ta kuptosh kënaqësia që i the jo ishte e përkohshme, por shpërblimi për atë jo mund të jetë i përjetshëm. Shpresoj që kjo video të ketë qenë e dobishme për ty dhe të ketë kujtuar diçka që ndoshta kishe harruar. Më trego në komente mendimin tënd dhe mos harro ta shpërndash këtë video me dikë që ka nevojë. Ndoshta një shpërndarje jo t'ja bëhet shkak që dikush të ndalet nga mëkatet, të reflektojë dhe të kthehet përsëri tek Allahu. Faleminderit që ishit sot këtu me mua, deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Asalamu alaikum.